Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Lefkada të Greqisë dhe është çifti Jetnor dhe Rozeta Xhafa që janë duke më pritur. Ata dy kanë shumë vite që janë larguar nga Tepelena, nga vendlindja e tyre dhe jetojnë në Greqi. 25 vite martesë, por fatkeqësisht nuk janë për prindër. Ditën e sotme kanë vendosur të hyjnë këtu në live me Odetën për të rrëfyer jetën e tyre, por padyshim kanë dhe një kërkesë. Kështu që habilitaren dhe ftoj fillimisht Jetnorin pasi Rozeta do na bashkangjitet pak më vonë në këtë live sepse është në punë. Jetnor, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia. Si jeni? Mirë. Jetoni ku në Greqi, në çfarë vendi? Lefkada. Në Lefkada. Aty është vend turistik? Turistik. Dhe tani që vjen dhe sezoni verës, besoj që bëhet bukur. Bukur është për vendallinj, jo për emigrant. E qartë, e kuptoj. I dashur Jetnor, ju më keni dërguar një mesazh përpara disa ditëve dhe kishit një kërkesë që edhe mua më bëri shumë përshtypje, me thënë drejtën. Dhe dua ta dëgjoj historinë tuaj, pra kur them tuaj, ne kam fjalën dhe për bashortën tuaj, për çiftin tuaj, çiftin Xhafa. Bashortën për momentin nuk e kam këtu se është në punë. E qartë, jemi të dy, do flasim të dy. Kemi 25 vjet martuar. Po. Dhe me mjekësime në Tiranë, në Asin. Dhe në fund i humbëm shpresat. Dhe duke menduar i humbët shpresat për të bërë prindër. Po, më falë, vazhdo. Jo, për ta përcaktuar. Pra i humbët shpresat për të bërë prindër. Po. Dhe kemi ja 2 vjet, 3 vjet, duke menduar, duke lafosur me nuse, kemi motra vlezur një për plot. Më mirë thamë tek një shtëpi e fëmijës të pisoj mjesë sa të marrin na një për na motrat na këto se do rritet nesër do jenë plaga më e madhe. Ajo po iku do gjej prindërit e tij është më ndryshe sa të ikës dhe i përpratë motrat se të nipi. Dhe kështu menduam. Po nuk kam bërë përpjekje, nuk e kemi ide se si bëhen këto gjëra, nuk e jam absolutisht jam fare aut në këto gjëra. Nuk e kam në ide. Pra, i dashur Jetnor, menduam që të shkruajmë edhe ta jepni një rrugëzgjidhje si bëhesh. Pa letra jam këtu në Greqi, po e pa parasysh që do vim. Jemi detyruar të vim edhe unë jetoj në Sarandë në shtëpi, kam në shtëpi Sarandë, jetoj në Sarandë me tokë. Jeni nga Saranda, nga jugu i Shqipërisë. Nga Tepelena. Nga Tepelena, po. Po jetoni në Sarandë. Ose nga Kastra, po kemi vite që kemi ikur në Sarandë. E qartë. Kemi vite më shumë kur bet, po edhe Sarandën sa kemi bërë një shtëpi dhe nga një vend turistik në një vend turistik e shkuar, e dash Kedetin. Po edhe atë nga fshati ku isha në Lumit edhe më pëlqen dhe ujë. Lumi, ne po më kujton fëmirin time, fëmiria ime ka qenë në Poliçan dhe aty kemi patur lumin Osum. Edhe unë fëmirin time e lidh me lumin Osum. Unë kisha Vjosën afër edhe kështu. Vjosën. Dhe Vjosa ka goxha vende të bukura që bëhen edhe sot plazh. Ka. Jo vetëm Vjosa, gjithë Osumi ta gjithë Shqipëria, po nejse, po nuk na intereson. Është palë tjetër. Atëre, i dashur Jetnor, pas 25 viteve martesë ju keni vendosur që të birësoni një fëmijë. Po. Nuk doni ta bëni birësimin brenda fisit? Jo. Kështu kam plot, kam 4 motra, kam 2 vëllezër, nusja ime ka 7 motra, 2 vëllezër. Jemi fisi madh, kam e një për të martuar, jemi plot, por nuk dua ta bëj më mirë një në shtëpinë jetimore. Do vjen ujrat nesër, nuk i bjem që asnjëri. Mund të ngrihet, do rritet nesër, do koj familje të tjera i lirë, kështu të bje pengur e shikonte motrat e nipi. Është vrasje për së dyti. E qartë. Ju nuk jeni dakord, nuk pranoni të bëni një birësim brenda familjes që do ishte më e thjeshtë nga ana juaj për ta bërë këtë birësim. Më e thjesht do ishte, e dim edhe ashtu, por nuk pranoj se është vrasje e dytë, kur kalon një moshë nesër edhe. E kuptoj dhe kërkoni ti drejtoheni shtëpive jetimore në Shqipëri për të bërë një birësim. Por përpara se unë do t'tregoj gjithë procedurat që ju duhet të ndiqni,
ju jeni të gatshëm që të lini Greqinë, sepse jeni pa letra aty. Po, Greqina e legjisotën po të vijë ora për këto gjëra, nuk më intereson Greqia, më intereson vazhdoj jetën e jetën edhe në Shqipëri, edhe me Malia, edhe ku qove, Çorovot. E kudo. Më intereson. Ajo që Më intereson, thjesht me menusen, kemi rënë dakord dhe jemi dakord, edhe majtë mali tikim, të bëheni nuk na prindër. prishet po. E kuptoj dëshirën e madhe që të bëhesh baba dhe më vjen mirë që keni marrë një vendim të tillë për t'u drejtuar shtëpisë jetimore dhe të birësoni një fëmijë. Është gjëja më e mirë e mundshme që po bëni. Në radhë të parë realizoni dëshirat tuaja, që bëhesh prindër dhe plotson një ëndër, që deri në këtë pikë të jetës nuk e ke realizuar, por bën dhe gjën më të mirë të një fëmije që i krijon familje. Kështu që sinqerisht ju përgëzoj. Kështu e kemi menduar me gjithnusën, mirë, keq. I dashur jetënor, dua të pyes, sa vjeç jeni ju? Unë jam 75. 50 vjeç, ndërsa bashkëshortja? Është 48. 48 vjeç, mundësia dhe shansi që ajo mund të silli në jetë një fëmijë ka mbaruar në këtë moshë. Me doktorat i kemi mbyllur hesabet këtu e 5 vjet, 6 vjet para. Edhe kështu që nuk kam mend brez. Ta harxoj kohën kot. E qartë. Ato shpenzimet që do vazhdojnë për mjekësinë, rritet një fëmijë. Por ju i keni përdorur, besoj, dhe metodat e fundit që shkenca ka përparuar. Jo. Nuk tentuat të bënit? Për metodat e fundit nuk kemi tentuar e nuk tentojmë. Në radhë parë ja të vi ora të flasë vetë me nuse, nuk ka pranuar nuse. Nuk ka dashur. I themi në një shpreh, do më falë, tani vi që zi e lope kuqe, nuk mund ta pranoj. Më falë për këtë po. Por pse e merr kështu? Jo, jetënor, nuk është kështu. Vi që zi tek lopa e zezë, se po e bëj dhe unë krahasimin në mënyrën më të rëndë, nuk bëhet kështu. Figurative. Nuk është kështu, mos i keq kuptoj gjërat. Po ju nuk keni dashur të provoni dhe të tentoni. Më fal, jam regjur me mjekësinë, me të gjitha, kam parë shumë gjëra. Vajta 25 vjet në mjekësinë, dash në Shqipëri, dash në Greqi dhe sa arrita më në fund 10 nusja më ktheu në rrugë, më tha të bëjmë një kasollë, një shtëpi, të bëjmë një kasollë, do flas fshatarçe, se do mbetemi nesër rrugëve tha se sa të mbushim me xhepat e mjekëve. Dhe më në fund pas duke djegur dhe emisionet tuaja kemi vite, ajo njëherë vjen akuna dhe është fiksuar në emisioni dhe them si quhet falës, i ke flime o tjetë tani. Si quhet? Më falë. Jo, nuk ka gjë, si quhet bashkëshortja? Rozeta. Rozeta është në punë, vjen nga puna për pak. Doja gjysmore të vi. Por gjithsesi do e pres dhe Rozetën, do flasë edhe me Rozetën pak më vonë. I dashur jetënor, sipas mjekësisë, problemi qëndronte tek ju apo tek Roza? Faja ka mbetur jetim. Nuk arritët do të zbulonit asgjë. Po, faja ka mbetur jetim. Jata dhe as një muaj kur osha unë, një muaj nuse, një muaj unë, një muaj nuse, 6 muaj unë, 6 muaj nuse, dhe si përfundimisht nuk e di. Por gjithsesi nuk jeni çifti i parë dhe i fundit që Jo, as jam i pari as i fundit dhe shpresoj të jem i pari dhe i fundit, mos në çiftet që vinë mos të ketë tilla raste. Po janë gjërat e Zotit dhe ne do i përshtatemi siç na vjen. Jetën do ta gëzojmë siç është. Me të mirat dhe të këqijat e veta. E qartë. I dashur jetënor, për të birësuar një fëmijë është një procedurë, është një rrugë derisa të arrish në një vendim gjykate ku ti me një vendim gjykate e birëson dhe automatikisht ai merr emrin tënd, atësinë jetënor dhe mbi emrin tuaj Xhafa. Por kjo gjë desha do të pyesja, në fillim i drejtohesh komunitetit të birësimit këtu në Shqipëri, në Tiranë, ku ti bën një kërkesë që do të birësosh një fëmijë. Në momentin që ti bën këtë kërkesë komunitetit të birësimit, padyshim, komuniteti i birësimit do bëjë një monitorim të familjes tuaj si çift, nëse ju jeni në gjendje për të birësuar një fëmijë, a keni të ardhurat e duhura, a keni një jetë normale,
duke nisur nga shëndeti mendori juaj, janë procedura që bëhen për këdo. Jo, janë gjëra që... Absolutisht. Ju gëzoni një shëndet të mirë, janë nëse të sakta, ato që duhet. Por është një procedurë që duhet bërë. Në momentin që Komiteti i Birësimit arrin dhe vërteton se familja juaj, çifti juaj Xhafa, është në gjendje të birësojë një fëmijë, i plotëson të gjitha kriteret dhe kushtet, atëre ju i drejtoheni shtëpisë së fëmijës në Tiranë, në Shkodër, ku ndodhe në Shqipëri. Janë disa shtëpi fëmije që janë në vendin tonë, nuk ka vetëm Tirana. Ka Durrësi, Durrësi, Vlora, Saranda, por ndahen me grup mosha. Unë nuk e di nëse ju çfarë moshe dëshironi ta bëni birësimin e fëmijës. Mosha, për mendimin tim, është 3 vjeç e lartë, se unë i hoqja këto, me 1 vjeç e 6 muajsh, nuk e di si ashtu fleta, bet, e të vazhdoj një karvar, pak hoqja 25 vjet një karvar, të heqja një karvar tjetër, të pak në shkoj që fleta dhe ecën. Sepse, me thënë të drejtën, shumë prindër që duan të birësojnë një fëmijë, mosha ideale që ata kërkojnë është të jetë foshnje. Jo, unë mendimi im, mund ta keme gabim. Jo, unë po ju pyes dhe... 25 vjet u karvarin e hoqja. Ai inshallah se janë engjëll e gjunamës, se dhamë Zotit e kasnjeri, po me probleme, se kam probleme fëmijë, se kemi pare po shumë. Tani të vazhdoj një kalvar tjetër vuajtjesh. Më mirë, për mendimin tonë që qith, 2 vjeç, 3 vjeç, këtë jetë. Sepse i dashur jetënor, më përpara birësimet në Shqipëri kanë qenë paksa të çrregullta. Pra, një çift i drejtohej shtëpisë së fëmijës, shikonte fëmijët, i vinte gishtin, thoshte dua djalë apo dua vajzë, i vinte gishtin dhe merrte atë fëmijë. Por tani rregullat kanë ndryshuar dhe për mendimin tim shumë mirë që kanë ndryshuar. Pra, sot nuk i lejohet prindërve birësues të vendosin gishtin kë fëmijë duan të birësojnë, po ka një listë pritje. Pra, është një listë e gjithë fëmijëve që ndodhen në jetimore dhe ka një listë pritje, që do të thotë birësimi ka ngelur te numri 4 e zëm dhe ti që vete në renditje i 5-ti i bie të birësosh fëmijën numër 5. Janë procedura dhe rregulla që unë po mundohem ti shpjegoj që në momentin që ti të nisësh të rrugë. Më falë, dhe unë ajo doja të komunikoj me juve për këshillat dhe për rregullat, se nuk e kam iden. E qartë, prandaj unë po t'i shpjegoj të gjitha me detaje që ti kur të marrësh të rrugëtim për të birësuar një fëmijë të jesh i informuar për gjithçka. Ndoshta preferenca djalë apo vajzë në familjen tuaj? A këtu më ka be matë. Pse? Unë kërkoj vajzë, nuk e kërkon djalë. Ti kërkon të birësosh një vajzë, ndërsa Nusja e kërkon djalë. Një vajzë dhe e di që do jam me i lumë, e di që do me edhe i poshë, kushdo vajzë tjetë. Dhe është e vërtet. Djem të baba. Edhe gjakun të enda kesh. Mosaro, edhe ti e një djalë, ke prindër. Kisha, nejse. Me sot që po rritëm. Ke lënë uratën, se me sa kuptova, janë larguar prindin nga kjo jetë. Me sot që po rritëm të kora, me sa po shumë, dhe vështirë për djetë. Vajzës na do të vej, kokën brapa gjithmonë dhe akthej. Është e vërtet, vajzat ka një lidhje shumë të veçantë me babajin. Dhe, do më falësh, thoshte një fshatari jonë, se na fshat jemi, atje do kthehemi në kujtimet. Unë kam qenë 10 vjeç, edhe i thoshim më xhaxha kaso, një fshatar. Kur ishim ne djem na gjuante me shkop, vajzat i merrte hypën në karamele zana ato. E thoshim pse e bën këtë gjë? Të keqen babaj thoshte. Vajza kur vjen thoshte më fut një puthur, e më bjej pako kafe. Kurse djali kur vjen atë puna shtrihet divan më futet një çak. E bukur kjo. Ka një domethënie të madhe. Jo, unë me këtë ide kam mesur gjithmonë edhe na jo dhe mundet mos ta këdhen se jep jetëse na edhe mund ta këdhen ose flasim ne jemi në polës kundra. Unë gjithmonë i kam përshkruar gjithmonë vajzat dhe kur bëheshim motrat me vajza me mbesa unë gëzohesha më shumë sa me djetë. E qartë. Dhe realiteti po del fjala ime se mbesa vjen i pulli motrat e me kurse djem ka. I dashur jetënor,
Edhe isha ka për fëmija është një lloj. E qartë, gjithsesi, por unë dua të them që preferenca e prindërve birsus, duan djalë apo vajzë, kjo tashmë është pak sa e vështirë ta zgjedhësh. Sepse në momentin që fëmijët janë në listë, unë ta shpjegova, ai fëmijë që është në renditje për të birsuar në radhë i pari, mo i bjerë telepimu anuse se... Mund t'je djalë ose vajzë, është pasaj çështje fati. Jo, gjithmonë në sensin e humorit, jo, për... Por kjo gjë është si një grua... E qartë, por kjo gjë është si fati kur një grua mbetet shtatzën, e ka djalë apo vajzë. Nuk e di dhe në fund kur ajo sjell në jetë gëzohet, sido që ta ketë djalë apo vajzë. Prandaj po them, shtiet shkruajtur nga Zoti. Prandaj edhe kjo radha e listës së fëmijëve që do birsohen ka një renditje që prindërve ju bie ajo që është në listë. Dhe në momentin i dashuri dhe gjë më mirë kështu me listë sa vënë zgjedhin secili sipas shqipëve tyre dhe kjo e një djalë një. Është e vërtetë. Deri në 10-12 janë angjë, pastaj le të marrin rrugën e tyre. E qartë. Dhe kjo është bërë një rregull tashmë për procesin e birsimit në Shqipëri dhe unë jam dakord që të vazhdoj kështu ky proces. Dhe në momentin që vendoset dhe mësohet se kush do të jetë fëmia jetënor që ju do birsoni, Komiteti i birsimit ju jep një afat kohor për afrot 2 muaj, ndoshta edhe 3 muaj, po ndoshta mund të ndodhi dhe 1 muaj, ajo kuptohet nga atashimi që do krijojë fëmia me ju, ku ju keni të drejtë për gjatë një kohe të papërcaktuar të shkoni në shtëpinë jetimore, të takoni fëmijën, të luani me të, ta ushqeni atë, Roza ta laj, ta pastroj, të argëtoheni me fëmijën, sa të krijohet ky atashimi. Dhe në momentin që psikologja e shtëpisë së fëmijës arrin të kuptojë që ky atashim tashmë ka ndodhur, ju më pas i drejtoheni gjykatës, edhe shtëpia e fëmijës i drejtohet gjykatës, ku heq kujdestarinë e saj që ka për fëmijën dhe u angarkon juve nëpërmjet një vendimi që u jep gjykata dhe është pikërisht një vendim gjykate që bëhet fjalë për birsimin përfundimtar. Dhe në momentin që bëhet birsimi përfundimtar, ju keni të drejtë të merrni të dhënat e fëmijës. Nëse në regjistrin themeltar të shtëpisë së fëmijës, nëna biologjike, babai biologjik kanë lënë të dhëna, ju keni të drejtë i dini ato të dhëna. Nga vjen fëmia... Si unë dhe fëmia kur të rritet. E qartë. Nëse saktë. Këto vendosen edhe në vendimin e gjykatës të gjitha. Dhe në momentin që bëhet birsimi, ti automatikisht ke të drejtën ta regjistrosh në certifikatën tënde familjare dhe të quhet djali apo vajza juaj. Inshallah. Zoti para në brava. Do kthehemi anë sezon këtu në të Bear, nuk e di, mund të vime para që të bjem në ujti me nusën, mund të ktheh para kohë dhe do të flas edhe të bisfaqe më afër edhe më me shkrim se nuk para mbajnë edhe kanë shumë se patjetër. Atje kemi atë klasë, 8 klasë edhe. Jo, nëse ti do vish në Shqipëri dhe ke nevojë për ndihmën time, padyshim që unë do të orientoj dhe do të ndihmoj jetënor. Por ndihma ime ndaj jush është vetëm kjo që të më sqaroni siç po më sqaron drejt rrugës. E qartë. Kjo është ndihma që ashtu se kam dëgjuar, mund të jenë sa që theme se gojdanat flasin dhe unë nuk i marr për bazë gjitha, se po si pas syri dhe po si t'gjoj veshi nuk mund të bazohen, ka shumë karvare dhe rrotullime, nese, si s'mund të thonë gjitha se kalojnë jo lek në dorë jo një dorë, dhe unë ka shprehur diçka thonë që unë po ato lek të japë, më mirë t'i haja i ose vetë ka një dhorë direkt në kreshpive dhe theme ti, unë e kam fjetë mendjet. Po të vijë të rollatës, e qartë, të kuptoj. Nuk mund të në ajo, e di që mund të paraqite me dosjet dhe gjykatës që aja me tëra veprime dhe mund pres me radhën, po jo është, jo sem, jo ande. Jetënor, e qartë, unë njoh shumë çifte që kanë bërë birsimin dhe thjesht kanë ndjekur rrugën që duhet ta ndiqni.
hapat që duhet i ndishni derisa të arrini tek ai vendim gjykate që ju bën prindër të atij fëmie, qoftë djalë apo vajzë. Por normal, ato janë gjërat e rrethantë, të bukurave, të fatit. Ajo që po kuptoj unë jetënor është që ti e ke marrë vendimin që do i drejtohesh komunitetit të birësimeve për të birësuar. Se van 2 vjet, ne kemi marrë atë vendim dhe na mos më ka hedhja i thoni fjalë, prap ngele pa martuar dhe puna na mos më ka hedhja ngele dhe pa birësuar fëmin dhe kështu që vendimi u mor. Ka pasur na motra, na vëllezër, na nipër, se kam e nipër e mbesa të martuar, nuk kam pranuar dhe nuk pranoj. Dhe nusja pra tha ka 7 motra ka. Edhe nuk kemi pranuar, nuk pranoj. Se do ngrihet nesër na mua do vetë motra ime, do vetë mbesa ime. Tani do ndajemi me motrën, do ndajemi me thë dhe janë gjërat brenda familjes prishe shpejt. E kuptoj arsyetimin që po bën në këto momente. I dashur jetënor, unë thjesht ti akoma je tek hapi i parë, por thjesht dua të të jap një këshill. Ata kam nisur. Thjesht një ide. Vetëm thjesht edhe një sqarim, jam më mirë që të jemi informatuar për këto gjëra. E qartë. Por e shikoj që je i vendosur dhe ta uroj me zemër të ndodhi ky birësim dhe të bëhesh baba. Vetëm thjesht do të jap një këshill. Po. Prindërit shqiptar, ata që kanë birësuar fëmijë, për herë kanë mbajtur sekret tek fëmia për të treguar të vërtetën. Dhe thash pak para, në e kuptove. E fëmia e mira është deri sa kaloj deri në 8 vjeç e 10 vjeç, më mirë t'ja thuash se sa ta mësoj nga të tjerët. Nga të tjerët po del një barmera dhe fëmia preket dhe më mirë ta di ku është, e si është përsya, po ka për të kërkuar, po ka për larguar. E qartë. Ai këtu çka për të marrë do marri, më mirë të marri kur jam i ri, sa të marri në një moshë edhe prekesh më shumë. E qartë. E di që kjo është gjendja e fëmis, ti je në këtë gjendje, do të vazhdosh ose do të rritesh e ti djegësh, do të kërkosh që tani ajde kërkojmë bashkë tani. Fëmia është domosdoshmë duhet ta di. Unë kam takuar shumë fëmijë të cilët janë birësuar, janë rritur me familje birësuese dhe në një moshë madhore kanë vendosur të kërkojnë nënën apo babain biologjik, por të gjithë më se logjikshme do t'i kërkojnë, se bëhet nesër fëmia dhe nuk di ka merr. E qartë, por jetënor, të gjithë fëmijët e birësuar, prindër quajnë ata që i kanë birësuar. Dhe asnjë fëmijë në djenin time në rastet që kam pasur, nuk është larguar të braktisi birësuesët dhe të shkoj tek biologjikët. Pra, këtë gjë, sepse prind nuk është ai që të lind, jo, ai që të rrit, ai që të dhuron dashuri, ai quhet prind. Normal. Kjo është normale. Ajo është më se saktë dhe këto gjëra unë dhe nusa thash, çfarë të ponohet, e di e keni marrë parasysh gjithçka dhe e mira është siç thash, t'ia thuash dhe kur kam dëgjuar emisionet se kur shoh te i shoh, jemi llafosur, gabimin më se pse nuk ja thuaj. Nëse çka për të marrë do marri. Dhe nëse nuk ja themi edhe mund mos ta marri vesh. Ai nesër do bëhet me fëmijë. Mund të marri motrë, mund të marri kushërirë, është e rëndësishme. Kur fazat e fëmijës prindi i kupton që është rritur dhe është gati për t'ia treguar atë sekret, është më së normale t'ia tregosh dhe është më së normale t'i kthesh zollë përgjigje që ai të pyet për familjen biologjike. Gjithsesi, jetënor, ne do mbetemi bashkë në kontakt të dy. Kur ti të vish në Shqipëri, mos hezito, më shkruaj dhe unë do t'jap ndihmën time. Sepse tjetër shumë faleminderit. Të gjithë çiftet që i drejtohen shtëpisë jetimore janë për të mbështetur dhe për të përkrahur. Ata fëmijë që janë jetimore kanë nevojë për familje, kanë nevojë për dashuri. Ne thjesht deri dije, si thonë se jemi akoma dhe duke ardhur ne ka filluar këto rrjete sociale, njëri në një cep divanit, tjetri në cep divanit dhe nuk kanë dhe komunikim tani, shikoj vetëm njëri tjetrin syt. Po kur është një fëmijë, edhe sikur ti kisha fëmijë të rritur, të ishin në jetën e tyre siç i kanë mosha ime, unë prapë do kërkoja një fëmijë të vogël. Se u fillon më bën të huaj kurrë grua ose huaj me motrën ana me djalën, ne jam bën të huaj pas rrjeteve sociale. Pak na i thonë sot televizion dhe do merret denuncja me punën e fëmijës ose do merret me punë duke losur me fëmijën. Vërtet, do sjelli rrëmujën dhe zhurmën në shtëpi, gjë të cilën e kemi nevojë, kemi të domosdoshme. Jemi rritur me zhurmë e rrëmuj, ajo me 9 fëmijë dhe neve me 7, veç kushërinje një për mbesa, brezjoni është ndryshe. Se kemi bën ai namin kush e di se
Na zhurma. E qartë. Mirë, jetënor, do mbetemi bashkë në kontakt, kështu që të përshëndes nga Tirana. Shumë faleminderit, të uroj gjithë të mirat, edhe Zoti ta mbartësoj familjen tënde. Faleminderit. Do kontaktoj patjetër. Mirë, e dëgjuam jetënor Gjafën, pikërisht të 50 vjeçar, i cili shpreu dëshirën e madhe që të bësh baba dhe të birësonte një fëmijë, dhe padyshim që pas kujtave do ta ndihmoj dhe unë jetënorin së bashku me Rozetën. Por 48 vjeçaria ka mbritur nga puna dhe është duke më pritur, kështu që do ta fus në këtë live sepse ja premtova që do të presim dhe Rozetën, kështu që ha dritaren dhe përshëndes. Roza, përshëndetje. Përshëndetje. A u lodhe sot në punë? Po të prisnim. Na pak, më tha Nori. Si dukesh? Mirë, unë fola gjatë me jetënorin dhe më tregoi atë dëshirën e madhe që keni ju të dy tashmë për të birësuar një fëmijë. Po, Ishte një vendim që e more ti apo jetënori i pari? e morëm të dy bashkë, neve nuk kemi kur kundërshtime, çdo gjë që vendosim të dy, pastaj e shprehim tej. Roza, ju keni 25 vite martes bashkë. Po. 25 vite që ju kanë lodhur në për spitale. Nuk po ti na ka lodhur dhe kur është ajo që thonë edhe me shpresë sot e nesër, duket sikur edhe shpresa soset na një. E vërtet, ju jeni sot 47 vjeç, mos gaboj. Po, 47. Dhe le të themi që shpresa për të bërë nën nuk ka më. Tani, ti e grua vetë qatë të me. Po pra, ka mbaruar gjithçka, por ndodh që ka gra dhe 47-48 nëse kanë ciklin mujor bëhen. Oj, edhe të vi, pastaj më mbrapa se kemi problem neve duam të jetë njërë, pastaj tjetëri të vinë e 5-6 pastaj, se kemi... E, të besoj. E dashur Roza, fola me jetënorin, por më tha që metodat e fundit të shkencës ti s'ke dashur ti eksplorosh, ti provosh për të mbetur shtatzën. Jo, nuk desha. Tani na u mbush mendja. Një lloj shtetërsi, ajo edhe kjo, se njëjta gjë e thash. Jo, nuk është e njëjta gjë. Po si dihet, edhe stipnin edhe shpresë, jo të provosh një herë, jo 2 herë, jo 3 herë, jo nuk të... Bëhet fjalë dhe për një shumë goxha të madhe parash, sepse është një kosto e madhe. Po ato ku të mendon. Nuk tipnin për shembull të thoshin të vesh një herë, 2 herë që të bësh atë punë. Edhe të mbyllet çdo gjë, po mund të bësh 10 herë ka dhe s'ke rezultat. Që nuk mund të mbetesh shtatzën. Prandaj e lash atë Dhe ju vendosët të bënit birësim, të birësonit, pra keni vendosur të drejtoheni institucioneve që të birësoni një fëmijë. Po, prandaj nga që shikoj sa herë që vime dhe ziremi me njëri tjetrin, se më thot burri mua ngele, thot vetëm o detë shiko. Dhe jam duke dëgjuar, duke parë. Dhe jam e sigurt që më ndjek çdo mesditë. Të ndjek në YouTube. Në kanalin live. E qartë, më ndjek në kanalin në YouTube. Në televizorin në YouTube, unë edhe tërë mas ditën që jam në shtëpi. Ndjek emisionet dhe live-et me Odetën. E dashur Roza, mua më tregoi me detaje jetënori, realisht që nuk donte të bënte një birësim brenda fisit, qoftë në fisin tuaj, qoftë në fisin e tij, po kërkojnë që... Jo, nuk dua se kam dëgjuar shumë që kanë marrë në fisi, edhe kanë marrë plagën e dytë. Edhe nuk desha si që kishim ma veti që nuk dua në atë fisit, as në atë mitë që unë kam plot. Se edhe burri ka edhe unë kam, po nuk dua në atë fisit. Nuk dëshiron, nga eksperiencat e tua nuk dëshiron. Gjithsesi, unë jetënorit ja tregova me detaje procedurat që ju duhet të ndiqni. Dhe sipas ligjeve dhe rregullave të fundit, nuk ka më çifte që shkojnë në një shtëpi fëmijë dhe i vendosin gishtin, dua një vajzë apo dua një djalë. Është një listë pritje e fëmijëve dhe ajo që të bjerë atë fëmijë do birësosh. Nuk është si ta zgjedhësh siç ka qenë. Jo, nuk është më kjo gjë. Nëse ti dëshiron një djalë, mund të bjerë dhe një vajzë për të birësuar. Të lungoja. Jemi në kundërshtim me njëri tjetrin. Vetëm për këtë gjë s'kemi rënë dakord. Sepse jetënori është pro të birësoj një vajzë, ndërsa ti dëshiron një djalë. Edhe i thash një ditë, i thash më mirë birësojmë 2, i thash.
të merrni 2 fëmijë që të jeni të lumtur të dy. Se po bëni shaka, jo se ta thon, po mirë ta thotë kjo pjesë që nuk vjen dakord ta thon, kapim 2. E dashur Roza, padyshim që ju kur të vini në Shqipëri, ju do flisni me mua dhe unë patjetër do t'ju ndihmoj që të ndiqni gjithë procedurat, uroj dhe shpresoj të plotësoni të gjitha kriteret dhe nëse i plotësoni kriteret shumë shpejt bëhet dhe birësimi, që mos të vononi edhe në kohë derisa të arrini përpara gjykatës dhe të merrni vendimin e gjykatës dhe ai fëmijë qoftë djalë apo vajzë automatikisht të bëhet fëmia juaj. Por unë desha të pyesja, jeta juaj aty në Lefkada si është? Shumë mirë. Po punove i këtë gjitha, po ndajnë të rrish të edhe shka më mikën, s'ke asgjë. Por kjo është e vërtet, kudo që jeton duhet punosh, po s'punove nuk jeton dot. Jo, mirë, mos të qajmë, jemi në çdo anë jeni mirë dhe jemi pa letra, po kështu në anë të tjera nuk jemi, që të themi jemi keq. Por gjithsesi jam e sigurt që lodheni. Po tani po s'u lodhe. Nuk ka gjë. Aktual të bëj një pyetje tani mund të bëhet që të bësh në një kërkesë kështu që mos të vim se nuk mund të vim shpesh herë, dhe është e keq ajo na. Gjithë problemi është se ju jeni pa letra aty. Dhe edhe në momentin që bëhet birësimi i fëmijës, ju nuk mund ta merrni dot pa letra e ta çoni në Greqi. Kjo është e pamundur. Pra, do kemi Shqipëri apo jo? Po jo, ne themi për të kthyer në Shqipëri, po të bëhen për sepse mos vim edhe nuk bëhet gjë dhe ne edhe shkëpusim edhe këtë çdo gjë pastaj. Ju duhet të bëni një kërkesë me shkrim për t'u drejtuar komunitetit të birësimit. Në momentin që ata do t'ju njoftojnë për të nisur procedurat, ju automatikisht duhet jeni në Shqipëri, sepse duhet dhe një periudhë kohe që ju do rrini me fëmijën. Kërkesën e bën atë. Kërkesën e bën, po tani ku bëhet kërkesa? Te komuniteti i birësimit, por gjithsesi ne do flasim në telefon bashkë, unë do t'i shpjegoj me detaje të gjitha procedurat, por dua të them që në momentin që vendos për të birësuar një fëmijë, duhet të jeni në Shqipëri. Ne kemi të bëhen procedurat, gjysmat e procedurave para që mos të kthehemi në Shqipëri e të themi me dorë bosh ton. Sepse do bëhen disa verifikime për ju si çift, ai plotësoni kriteret, është shumë e rëndësishme të plotësohen të gjitha kriteret që duhet të përbajë një familje për rritjen e një fëmije. Nuk e kemi ide fare, prandaj thashun, kur të duhemi neve, po të hapësh për shembull si të futesh në listë kërkesa, të bëhet gjithëj, edhe pastaj vim neve. Nuk e kemi, po nuk ka shpuna që tham të bëheshin kërkesa që miratohet, as miratohet. Dëgjoj, kërkesa mund të bëhet dhe komiteti i birësimit mund t'ju telefonoj dhe t'ju thojë që hajde paraqituni. Ju mund të paraqiteni dhe të fillojnë pikërisht i solucionet për të kuptuar i plotësoni kriteret apo jo, ju mund të humbisni dhe kriteret dhe s'mund të birësoni dot, më kupton? Mund të anullohet dhe gjatë procesit e gjithë kjo. Pra janë disa faza hapa që duhen kaluar njëra pas tjetrës, por ju e keni me kaq dëshirë dhe jeni të gatshëm të vendosur, unë jam e sigurt që do i kaloni të gjitha hapat dhe do e birësoni një fëmijë, do bëheni prindër dhe u uroj me zemër. Të gjithë na ndihmofshin. U uroj me zemër, sinqerisht, sepse besoj e ke vuajtur pjesën që nuk e... Sa herë kemi vuajtur e sa herë kemi i qartë të rrugët e Greqisë me lot, se vinin për tjetër, edhe na delte tjetër. Tani çdo femër e di që të presësh në minutë, thot ai radhës tjetër do ngelesh shtatzane dhe të vesh edhe mos fitosh gjë, që të vesh me një gëzim të madh, e kur të kthesh, imagjino vetë çfarë të them unë. E besoj. Ajo ndjesia e nënës, le të themi, e tjetërson gruan. Ti ke dashur këtë tjetërsim, por nuk e mundur dot dhe kjo gjë është në dorë të Zotit, nuk ja as e para as e fundit. Ka plot gra të cilat nuk janë bërë dot nëna. Nuk ka para. Tani janë pothuajse 50% e çifteve kështu kanë. E vërtet. Që nuk bëjnë dot fëmijë, janë drejtuar institucioneve, kanë birësuar një fëmijë. Po them unë edhe kanë filluar me mënyrën tjetër. Prandaj po them unë jam të shumtët. Po Zotin e mirë. Mases na dha kështu më jep kështu tjetër. Në tjetra. Mirë, e dashur Roza, kënaqësi që folëm bashkë, e di që ka ardhur nga puna, je e lodhur, kërkon të bësh një dush, të hash bukë, të shplodhesh
Do vazhdosh. Vetëm këtë duhet të më plotësohet kjo dëshirë, pa nuk e ka probleme si kur sulava tani $1 mas 2 ore. Dhe pas ke humor, që nge një grua me shumë humor. I e qeshur në fytyrë dhe Zoti vetëm gëzim të dhënë. Po të kesh burrin humorist do bëj dhe vetë. Pas një gruaje me fytyrë të qeshur, shihet mbrapa një burr i mirë, duket që të ka mbajtur mirë jetnori. Jo, jemi mirë të dy. Si njëri dhe tjetër nuk jemi që kemi as probleme, as debate, as çdo gjë që vendosim me dëshirën të dyve. Do e bëjmë. Se bëjmë. Nuk është që të marrë vendimin apo të marrë ai jo vetëm për këtë, po për çdo gjë. Dhe Zoti ju dhënë të jetë, shëndet dhe lumturi dhe ju plotësoj të gjitha dëshirat. Shumë faleminderit, ti jesh mirë me gjithë do zemra ty. Mirë, Roza, do mbetemi në kontakt dhe të përqafoj nga Tirana. Mirë pashim, edhe unë të përqafoj, ti jesh mirë. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kjo ishte historia e çiftit Xhafa nga Tepelena, ku unë uroj jetë, shëndet, lumturi të dyve dhe Zoti ju plotësoj të gjitha dëshirat dhe të bëhen prindër sa më shpejt. Do të vazhdojmë të qëndrojmë sërish të bashk live, sepse do ha dritaren për Valbona Memaj, një nën e re në moshë, e cila jeton në Zvicër në fakt, prej vitesh jeton në Zvicër, por ka vetëm disa ditë që ka ardhur në Shqipëri dhe është përballur me një problem madhor dhe kërkon që ta denoncoj këtu në live më otetën, kështu që habitaren dhe ftojmë një herë Sonjë Valbona. Valbona, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt më ke dërguar një mesazh dhe të ka ndodhur diçka jo fort e mirë me beben tënde, Foshnjën. Po, sepse unë sapo kam marrë në Shqipëri dhe kisha 2 javë, faktikja isha rregullisht të çaj marketë sa të bleja dhe futjona që ditë që shkova. Do më thënë, bleva gjona për shtëpi dhe mora dhe ishte natë, mora dhe kozë bebash. Edhe unë normalisht e këshyra datën, edhe sa është normale. Data kishë, se parë se mi marrë të në gjona të këshyrën. Edhe data kishë normale, kur... E ke fjalën për datën e skadencës? Po. Data ka qenë në rregull. Në momentin që unë e hapa, edhe ja thash bebit, isha t'u ja dhënë, nuk e këshyra, me qenë se e hapa, unë edhe këshyra datën në rregull edhe isha t'u ja dhënë. Gjatë kohës që ishe t'u ja dhënë, kështu, qësh, ke parasysh, e ke edhe në video aty, kështu në uvarke. Pra, le të themi që kosi frutave që ti bleve për djalë apo vajzke? Djalë. Djalë me jeta kërë, sa muajsh është? Atëherë është 7, tash tika, po 7 e gjysmë. Edhe 100 vjeç të bëft. Pra, ti bleve një kos frutash për fëmijën që kishte datë skadence brenda afateve dhe çfarë ndodhi me fëmijën tënd? Atëherë, unë ja dhash që kam dhënë më shumë se 10 lupë. Ishte normal i herë, unë shkova të marketja ku nuk theva, në rregull djali mirë, kemë mësnena pa temperaturë. Edhe faktikja ka që për jatë saj ditë, deri jatë ashtë në saj erdha, isha prapë të doktoresha ato e vizitu, sepse atë ditë unë edhe plus natën dola, e qova të spitali edhe shkuar më shto pak, e që shto kam posa dhe probleme për që notës e nëzira edhe jashtë natën, edhe e qova të spitali, e boni doktori një shurve që i boni një shpërlarje. Pra, djali u helmua me ato kos frutash. Pati një helmim. Por, so si është gjendja e djalit? Mirë, është mirë, sepse ka kalu e gati një javë kuvan. A shkove ti tek ai dyqan ku e bleve ato kos frutash për t'i thënë që ishte i skaduar? Po, direkt, mas 5 minuta ja erdha në shtëpi, hapa ja t'jallon djalit e bosh që ishte i përshtë edhe shkova unë aty, ndërkohë që në rregull e me kuptova e thash për mos me pengu atë qikën që ishte aty në te kasa. Po, te kasa, për mos me pengu qikën që ishte te kasa, edhe i thash ako mund si ma thyrë menagjerin. Ndërkohë që ajo ishte tu akalu gjonat njerëzve, edhe tu fol në telefon, edhe tu akalu gjonave, edhe më tha mu, qa problemi ke? Thash unë tash ti sa kalova këtu në te juve, edhe bleva produkte, por një nga produktet më doli kështu, thash data e skadencës është në rregull. Tha me që s'është data e skadencës në rregull, ne nuk marrim përgjegjësi, kompania thash nuk po du me fol me ty, thash ma thirr dikon që është për këtë punë. Thash ma thirr menaxherin. Edhe tha u fol me mua, thash
Unë i thash, nuk po du me të pëngu ty, edhe mas nena thash kur të folish, ke pak respekt, është sepse unë e kam lënë një fëmijë të shtëpia dhe është shumë i vogël, nuk luhet me fëmijë. Aja nuk po më ngjan të heq. Edhe unë ok, në rregull, thash, do vazhdoj tjetër kohë, edhe i ka për market të erdha, edhe ju shkruajta. Dhe bën mirë e dashur Valbona që e denoncon sepse fatkeqësisht, le të themi në për supermarketet në Tiranë, flas për kryeqytetin, ku kanë folur me shumë qytetarë dhe kanë denoncuar, ndodh që shumë produkte ju fshihet data e skadencës dhe ju vendoset një datë tjetër. Dhe kjo është një skandal kaq i madh dhe unë nuk e di se si institucionet në vendin tonë nuk marrin masa pikërisht për këto prodhime që shiten masivisht në për supermarkete, në për dyqane të vogla. Nuk maj përgjegjësi për produktin se çka ka marrë. Më mjafton që data është në rregull. Thash, ka të bëjë me fëmijën, jo me mua, se unë jam pak më e madhe dhe muna me përballu. Po në qoftë se mua fëmia më ndodh diçka, çka mund kush ma përgjegjësi për ta, edhe sa është shumë i vogël, thash, duhet më pas pak mëshirë për fëmijën. Mund është me andru një diçka e tjetër, po jam më shku të kosi frutave, është diçka shumë skandaloze. Edhe unë jam silla ditë, natën ishte ora 12 e natës se nuk e disha ku është pediatria dhe nuk e disha, do të thonë, ai taksi shqyqyshëm më ndihmoi, ai burrë dhe ka nejt, fatmirësisht ka nejt, deri në orën 4 të mëngjesit me muaj, sepse unë sapo kam marrë në Tiranë, edhe nuk i dija venet. Ku jeton ti e dashur Valbona? Jeton jashtë shtetit? Unë jetoj për studioj në Zvicër, po kam pas sa probleme të mia familjare, edhe jam kthyr në Knejna, por ka një 2 javë më shumë. Ka ardhur të jetosh përfundimisht në Shqipëri apo do kthehesh prapë në Zvicër? Jo, thjesht erdha që kisha probleme dhe ku me jetu këtune, qysh me jetu, edhe me dasht me jetu, nuk ke qysh me jetu, sepse po rrezikona për det. Unë kam më shumë, jo vetëm kjo rast, më kam ndodhe pak, edhe një do të isha në Shkodër, kur kam marrë, edhe kështu, po okej, hajt, se ishin gjona për mua, kupton edhe hajt, nene, s'kisha nerva më marrë, po të është edhe për fëmijën e kanë kalu, edhe më thëri fakti që ajo nuk u përgjith si njeri, ishte të unet në telefone, tu a kalu njerëzve, ndërkohë që edhe mu ishte të më folë, në të njëjtën kohë. Sa vite ke që jeton në Zvicër? 15. Pra ti je rritur në Zvicër? Po, anena. Dhe realiteti që po shikon në Shqipëri të ka zhgënjur totalisht me jetën që ke bërë në Zvicër? Unë kam marrë për punë, edhe po du me i marru sa më shpejt edhe me ikë, seriozisht sepse është shumë vështirë se ç'është për menaxher gjanat, edhe më ka rëvërdu seriozisht fakti që nuk folin si njerëz, të paktën të përgjigjet edhe të kërkohet një ndjesë. Ju e dashur në Shqipëri keni ardhur vetëm, bashorti e informove që ndodhi kjo gjë me djalin e vogël? Po bashkë ishim, se po bashkë jena këtu në kamorë me to, normal. Dhe mua sinqerisht më vjen shumë keq e dashur Valbona që të ka ndodhur kjo situatë, bëre mirë që e denoncove, sepse duhet të ngrem zërin të gjithë për sa i përket sidomos ushqimit dhe kur bëhet fjalë për fëmijë të vegjël. Për fëmijë, sepse është edhe mas na ju po ndëgjojmë lajme që në Shqipëri thonë që nuk ka, po ku të rrinë në Shqipëri? Nuk kena ku me nejtë. Dhe mua vjen keq që nga të rinjt shqiptar dëgjoj këto fjalë. Dhe konkretisht nga ju Valbona. Unë dua që ta mbyllim me një mesazh për të gjitha institucionet që janë përgjegjëse këto institucione pikërisht për kontrollin e të gjitha ushqimeve që futen në vendin tonë. Kush është mesazhi që do jepje pas kësaj eksperience të hidhur që të ndodhi me djalin tënd të vogël 7 muajsh? Të jenë më njerëzor, të jenë njerëz mbi të gjitha, se jenë ato po që janë të bë dhe në për krejt botën bëhen gjona që ndoshta edhe me padashje, ndoshta edhe hajt i bëjnë, po janë njerëzor, duhet me konë njerëzor, një kërkim falje, ose një kutyone, t'jenë njerëz, edhe të majnë përgjësi për gjonat që i bëjnë, mos lujnë me fëmijët. Me gjithë shka tjetër me fëmijët nuk duhet me lujnë. Me kërkana me fëmijët është shumë e papranueshme, seriozisht, unë jam jo zhgënjime, po shumë e zhgënjime, sepse është diçka që
nuk e kisha imagjinuar që edhe me fëmijë punën me lujtë. Të lajme që kam gjë okay në rregull janë, po tash tani nuk e di. Jam pa fjalë, seriozisht jam shumë pa fjalë me çtona. Sepse me mi pa ndodhur djalit, dëshka nuk e di çfarë. I tash Valbona, unë uroj që mos ndodhi më, ty të uroj jetë dhe shëndet, të uroj më të mirat. Faleminderit. Dhe ti do ikësh, do kthehesh prapë në Zvicër dhe do vazhdosh jetën tënde, do jesh e lumtur atje ku je, por s'dua ta them, nuk ma nxë goja, por mirë ne që jetojmë këtu, ku nuk kemi siguri për asgjë. Nuk e di. Mirë, faleminderit. Sinqerisht faleminderit që e ngritë zërin dhe solli një problematik që është shumë madhore për vendin tonë. Të falenderoj dhe të përgëzoj sinqerisht dhe të uroj më të mira. Të përshëndes e dashur. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat, mirupafshim. E dëgjuam denoncimin e Valbona Memaj dashumi, që cila tregoi se në një supermarket këtu në Tiranë, ajo kishte blerë një kos frutash për djalin e saj 7 muajsh, ku data e skadencës ishte brenda fateve, por brenda kosi i frutave ishte i skaduar. Dhe ne shpesh kemi dëgjuar në vendin tonë që në shumë supermarkete fshihet data e skadencës dhe vendoset një datë tjetër ku ne blem ushqim që mund të ketë skaduar, dhe kjo është e tmerrshme dhe mua më vjen keq që ndodh kjo gjë në kryeqytet, ndodh kjo gjë në Shqipëri, shumë qytetarë bëjnë denoncime dhe unë dua që zëri i tyre të dëgjohet, sepse jo vetëm jeta e tyre, por dhe jeta jonë, ne që jetojmë këtu, është në rrezik me këto ushqime që ne konsumojmë. Dhe shpesh në edicionet e lajmeve kemi dëgjuar se si filetot e pulës kanë ardhur, janë futur në Shqipëri dhe nuk janë kontrolluar, se si shumë fermer në Lushnjë kanë marrë arkat me luleshtrydhe dhe i kanë hedhur, sepse nuk janë shitur dhe janë futur luleshtrydhe nga jashtë me shumë hormone të dëmshme për shëndetin tonë. Dhe ta mendosh çfarë hyn në Shqipëri, kush po i kontrollon? Dhe këto produkte, këto ushqime, ne po i konsumojmë çdo ditë. Falë Zotit, mos na bëjnë keq të jemi mirë. Kështu që dua që zëri çdo qytetari që përballet me këto probleme të denoncohet dhe të dëgjohet, dhe sidomos kur është një denoncim që përfshihemi të gjithë. Mirë. Ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, e dini, më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëni një pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori. Mirupafshim dhe ritakohemi nesër.